Hello, sot do hapim bashk një pako e cila më ka ardhur nga Fraulein. Do shohim bashk se çfarë kam zgjedhur. Kam marrë këto korset, të cilat janë për pak më vonë, pasi mendoj se duhet të hedhë disa kile të tjera poshtë. Kam marrë një palë korset të tjera, këto janë perfekte në fakt, sepse ma mbledhin barkun, janë gentile, nuk janë shumë materiali fort, janë material elastik. Edhe janë perfekte për pas lindjes. Më vonë pastaj do vesh ato të tjerat. Kam marrë mbathje. Këto mbathjet janë të vetme që ma mbledhin barkun për momentin. Kam marrë 2 palë sutiena microfiber, janë super të rehatshme kur i vesh, sidomos për ne nënat gjedhënse që duhet të ndrohem shpesh, janë perfekte. Kam marrë 2 palë. Kam marrë edhe këtë kostumin që ma keni parë shpesh në për video. E kam veshur shpesh fakt se është super i rehatshëm, është një material i lehtë, të mban ngrohtë, edhe për në shtëpi është shumë mirë. Kush më ndjek prej kohësh e din fare mirë që unë jam shumë e fiksuar pas kostumeve, sidomos kostumeve për shtëpi, pijamave, edhe kohët e fundit, muajt e fundit kam blerë goxha. Këtu po ju tregoj edhe se si rrim veshur.